Qytetarë të shumë nga gjithë Kosova për 3 ditë radhazi u përkullën para veprës së komandantit legjendar Adem Jashari, familjarëve të tij dhe të rënëve në marsin e vitit 1998 në Prekaz. Si çdo përvjetor, në përmbylljen e manifestimit përndërit të rënies heroike të familjes Jashari, u ndezën pishtar përreth varrezave. Vend të shenjtë e Mekë të shqiptarëve e konsiderojnë në Prekazin qytetarët nga e gjithë Kosova, raporton Kosova Press. Tërë popullit shqiptar. Nga atësia ma mëna që s'dë një me thonë asë më fjallë, asë më kërgjo. S'ka qysh, vetëm zemra din të emocione. Vend më shenjtë. Për mu, si Abdullah, nuk ekziston në rozën dëkshor. Jam tepër i emocionum kur të flas për Prekazin, për familjen e Jasharëve, për në krye me komandantin Adem Jashari, emocionuar pa mosëri. 26 vjetë kur nuk u mungu. 99 pëjmë Prekaz në Kumor, në përleq, deri këtu ka qenë loqi. Kumor kur s'ku mungu. Edhe sa që jam e shëndet mirë, nuk besoj që do të mungej. Aktivitetet e shumta janë shënuar me 5, 6 dhe 7 mars në 27 vjetorin e rënies heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari. Riti tradicional simbolizues nata e zjarrave shënon përfundimin e manifestimit në këtë 27 vjetor të njohur si epopeja UÇK-s e fillimit të luftës në Kosovë.